të pash me mundim me makinën tënde të takoj në një moment, thamë se e qave të autokartë. Po, kjo është Ishte fat shpëtum atë. Po, kjo është e vazhdueshme, çdo ditë shumë ndodh. Sa lek paguar në atë makinë? Po çdo javë dhe më thonë i bëjmë servis të vazhdueshëm. Gomina, goma, gjona, po. Çdo javë. Po. Shumë ka dyshim. Shpenzimi ka shumë, më thonë. Po. Pra, ti pagun taksën e rrugës, pagun dhe taks plus të rrugës. Të gjitha. A pagun dy herë rrugën. Po. Më thonë janë 8 kilometra rrugë që bëhet, domethënë që është këtë gropa. Do të ecim domethënë dorë rrugë, domethënë rrugë të keqe. E kuptoj. Normalisht makina do prishën. E kuptoj. Sa herë bëm të rrugën ditë? Po mundohemi me dalë sa morrall, që rruga është shumë e keqe. E kuptoj. Më thonë edhe kur kena ndaj punë më nonë mi shty punët që mi bo shkajt, a kuptoj për dalin, mos ne. Po, del një herë mirë në rrugë. Bravo. Domethënë që mos dalim shpesh. Ti jeton këtu, ke ikur. Po, jetoj këtu. Jeton këtu, nuk e ke praktikë. Jo, jetoj akoma këtu. Me çfarë me bësi dhe blegëtori. Çfarë malli ke, çfarë produkte? Baktetinta, dhi. Edhe bësi domethënë, penë, gjona. Unë për momentin kam 100 krerë, dhi. Shumë mirë, super. Ke marrë subvencion këtë radhë? Po. Se flitet që... Po, kam marrë. E ke marrë, 1.500 lek, 15.000 për kokë? 15.000 domethënë e kanë bërë tash këtë vit. E kanë bërë këtë vit. E kupton, 12.000 ka qenë. Po, deri vitin e kaluar. Po, bravo, 12.000. Për këtë vit nuk janë ndarë akoma. Jo, s'janë ndarë akoma. Të shohin domethënë çfarë do bëhet. Shohin, po. Po kështu bujqësi? Bujqësi me pemë ullin domethënë. Me ullin. Po, pemë tjera gjona. Ke mirë ullin? Ndryshme, mirë, po. Po nga te 300-400 lirë. Super. Domethënë për momentin, po në vazhdim shpresojmë që mi shtu akoma më shumë. Që ti ta shtosh, edhe sa tokë lirë ke për shkakun, që ta shtosh tokën. Po, kam gati 1 hektar tokë. Që e ke mundësi për ta me mbjell. Po. Por problemi kryesor është tek rruga që. Po pra, këtë do të thoya, nëse bëhet rruga, po s'ka dyshim. Sa mund të rritesh ti ekonomikisht që ti të prodhosh më shumë? Shumë, s'ka dyshim fare. Rruga është kryesore. Ne domethënë flasim për rrugën kryesore, se pastaj rruga që shkon tek tokat do ta bëjmë vetë në mënyrë private, kupton? Ka dyshim fare. Aty nuk vjen njëri tek tokat. S'ka shans. Ato s'kan ardhur fare te rruga kryesore, ato nuk kanë gjendje me kontrollu një punëtor, më thjesht. Edhe me atë domethënë kena 2 vite që e bëjmë llaf veç për një punëtor. Për një punëtor. E kupton? Që ai në vetvete s'ka ç'a të bëj shumë, po ju thoni të paktën bëj diçka. Po të paktën justifikoj ditën e punës. Të paktën ti jetë aktiv valla, ta shohim në rrugë, se ne as nuk e shohim atë. Ka raste që shkoj muj 2 muj. E thash ti që është administratori, thash ky është me pushime, se s'e kam pa, jo tha ka qenë të puna. E kuptoj. Tash edhe s'e kam pa fare atë, e kupton, solli disa fota që kish bëu ai. Domethënë te rruga dhe kështu i mashtrojnë, thash, nëse këto janë të vërteta që ky ka punu, thash unë vion të marr me makinën time dhe hajde shohim rrugën. Ne do t'ja tregojmë përmes pamjes se e kemi filmuar gjithë, kështu që mos ketë mundësi. Askush për ty nuk është aktiv domethënë tek puna do. E kuptoj. Nuk është aktiv fare, ai s'ka qenë fare me pa punën që bë punëtori, e kupton. Ne kena thonë që ai s'punon, ose normalisht ato s'kan pruar si llomjeti, po të paktën dhe punëtor që sjellin bëj diçka ose më mirë ta heqin fare dhe ne. Po Bashkia Elbasani ka një 4.000 euro. Një sikur të sjelli. Një fadron. Edhe një kur e sjellin një herë në vit, a kupton, një herë 2 në vit, më thonë ai vjen veç për reklamë, ose punë nuk bëjnë ato. As nuk vjen me kontrollu kush, po edhe me bë mi thon diçka, domethënë me komandu dikush për nesh e morin për inatë dhe e lejnë fare ikin, a kupton? Tani gjithë fshatrat në këtë pellgun këtu të Elbasanit, çka kalon kur ndahet me Tiranën? Kështu janë apo ju jeni më keq nga të gjithë? Zona jonë është më keq nga të gjitha. Po, sepse fshati Tërbaç, domethënë është i shtrum. Ne jena më katastrofë. A Tërbaçi është i shtruar? Është me asfalt. Po, është i Po shtruar me pse asfalt. Tërbaçi ka asfalt e ju s'keni? Është lagje më e madhe dhe aty kishte interesin ai me shtrum me asfalt, e kupton? Me përbota. Pastaj fondi që ka qenë për pjesën tonë poshtë e ka fund xhep ajo, e kupton? A se themi dot atë po. Po ta shikonim si projekt.
të miratuar dhe të mos është bërë rruga, Duhet me pas, sepse është objekti i spakut pastaj. duhet me pas, sepse fadramat kanë pas ardhur atëherë kur është rrua ajo, kanë pas hyrë deri poshtë me nivelu. Pastaj zhduken gjithë, kupton, e lanë. Kanë ardhur tu fadromat aso kohë, ja? Po, kanë qenë, po. Kena dhe liçenin që është braktisë, domethënë është Po, shumë e dhimbshme. është mbyll, domethënë që liçeni ka qenë burimi kryesor i fshatit, normalisht. Rruj. Po, pa Si liçen si japon tani për ta vaditur? Mos më thuaj që shtrin tubin, si ai. 5 kilometra tub domethënë për me vadit tokat. E sa e ke plerë ti atë tubin? 5 kilometra? Shumë 4500 euro. 5.000 euro tub. Po normal është 800 lekë, 900 lekë në metër tub. Jo të gjithë kanë për vadite, e kupton, vetëm 1, 2, 3 kokra që vadisin, tjerë nuk Si pi vadisin ujë, fare. valla, si pi ujë ky fshat. Po duke grumbulluar nga pak domethënë. Desh me mjaftu për familjen. Me puse, si? Kanë bërë Me puse? ujëre të rrjedhshëm. Me ujë të rrjedhë. Sepse nëse dikush do me bo një pus me sonda, me diçka tjetër, nuk ka rrugë më fut, nuk futet ajo. Nuk vjen ajo Po s'ka ku më fut, automjeti. nuk ka ku më fut. Nuk futet ajo, nuk ka rrugë.